që e kanë punësuar mbas largimit të turpshëm nga departamenti i shtetit, i ka ndodhur një numri shumë të madh njerëzish, por ajo në mënyrë të posaçme ka një domethënie për Shqipërinë. Pyetja në këtë rast është kjo. Si ta balancojmë ne që ta vlerësojmë në mënyrë të drejtë këtë aktin? Shiko, në vitin 2021 në mos gaboj, ishte koha e krizës energjetike, mbaj mend që filloi me luftën në pushtimin e Ukrainës nga Rusia, apo sulmin e Ukrainës nga Rusia. Ajo që ndodhi ishte që pati një krizë të përbotshme energjetike dhe vendet ishin në të gjithë kërkonin sigurinë energjetike, veçanërisht në Europë. Qeveria shqiptare pati nënshkruar një marrëveshje mirë kuptimi me kompaninë ExxonMobil dhe kompaninë Accelerate për ta shndërruar Vlorën në një pol energjetik ku do të vinte gazi nga Amerika. Ishte plani që do vinte gazi amerikan në Europë dhe Vlora do të transformohej si një qendër, po themi që do të furnizonte edhe tregun evropian dhe ishte plani për të kthyer termocentralin e Vlorës nga nafta në gaz dhe ndërtimin e një terminali lundrues gazi që do përpunonte gazin që vinte me anije. Ai projekt nuk u bë asnjëherë. Pra marrëveshja me ExxonMobil ose më saktë deri më sot nuk ka avancuar fare. Ajo që ndodhi, por që ishte një gjë tjetër e ndarë nga kjo, ishte që u morën 2 tigrat e famshëm, që ishte e ashtu quajtura zgjidhja afat shkurtër, sepse kjo e para ishte një zgjidhje më afat gjatë. Zgjidhja afat shkurtër konsistonte në marrjen e 2 anijeve me qera, me termat që tashmë besoj të gjithë i njohin, ajo 95.000 euro e famshme në ditë që paguhet si qira plus kosto mirëmbajtje për të 2 anijet që të prodhojnë energji, dhe kompania që i solli ato ishte Accelerate, pra kompania e cila ishte së bashku me ExxonMobilin të zgjidhja afatgjatë, në qoftë se do t'i quajmë kështu. Dhe tani kemi lajmin e ish ambasadores zonjës Kim që fillon punë tek ExxonMobil. Tani, a mund ta quajmë ne këtë një konflikt të drejtë për drejtë interesi? Unë nuk di ta them këtë. Do të ishte shumë i drejtë për drejtë nëse do të ishte punësuar te Accelerate, sepse Accelerate përfiton nga parat publike të Shqipërisë, do të marri rreth për 2 vite që ka qenë afati i qeras në kontrat rreth në mos gaboj 70 apo 80 milion dollar. Dhe sigurisht që kjo është shumë e madhe. Por ky është një fenomen që rëndom në jetën pas pushtetit, nëse do ta quajmë kështu. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe në Europë. Po dhe kudo, po. Edhe në Europë. Blair është rasti. Është ai, po Blair, Schroeder, madje Schroeder ka shkuar në tutje se ka shkuar. Ne përmendëm raste që ishin të shëmtuar, diskutuar shumë publik. Pra është ai që në termi anglisht është revolving door, pra dera që rrotullohet. Pra ti je në poste publike, i ofron një kompanie mundësi për të bërë biznes fal pushtetit tënd dhe nesër mbasi mbaron detyrën publike, ke një vend që të pret aty me një pagë shumë të majme, konsulent, drejtor... Për të të thënë falemderit. Për të të thënë falemderit. Në fakt kur... Po. Ky është rasti i zonjës Kim. Sigurisht që zonja Kim, unë besoj dhe është logjike, ka qenë pjesë po themi... Negociatave. Ndoshta negociatave teknike jo, po afrimit që sjell ato kompani në Shqipëri. Duke patur parasysh